Thashë themet për një ndarje të mundshme mes moderatores Bora Zemani dhe aktori Donald Veshaj kanë mbushur portalet dhe rrjetet sociale gjatë orëve të fundit, duke përmendur si shkak xhelozin. Sipas medjave, dyshimet për krizë në çift janë nxitur nga fakti se dyshja sipas tyre nuk e ndjekin më njëri tjetrin në Instagram dhe se kanë fshirë fotot e përbashkëta veprime këto që u interpretuan si fundi lidhjes së tyre. Megjithatë, një verifikim i shpejt tregon se ky informacion nuk qëndron. Si Bora, ashtu dhe Donaldi vazhdojnë të jenë në listën e ndjekësve të njëri tjetrit në platformën e Instagramit. Për të hedhur poshtë plotësisht zërat, Bora Zemani së fundmi ka shpërndar në llogarinë e saj personale në Instagram një nga projektet e fundit të Donald Veshaj. Ky veprim i fundit i moderatores konfirmon qartë se romanca mes dyshes vazhdon të jetë e fortë, duke hedhur poshtë zërat se marrëdhënia e tyre ka përfunduar. Dyshja prej kohësh ka preferuar që të mos shfaqet së bashku në publik, duke preferuar që të fokusohen në karrierat e tyre. Nga njëra anë, Bora vijon në ekran, sa kaq Donaldi ka preferuar që të jetë larg ekrani duke vazhduar me krijimet e tij në skulptur, piktur, por edhe arkitektur. Megjithatë, shpeshherë në rrjetet sociale çifti na kanë dhënë sobza nga e përditshme e tyre që është plot romanc. Moderatorja Bora Zemani dhe aktori i humorit Donald Veshaj kanë marrë vëmendjen e fansave vetëm pak kohë më parë me disa foto të shkrepura në krah të njëri tjetrit. Çifti, i cili bëri buj me romancën e tyre jo më larg se 2 vite më parë, janë parë më të dashuruar se kur, teksa pozojnë ëmbëlsisht para kamerës, herë duke u përqafuar e herë duke vallësuar. Dyshja kanë postuar momente të lumtura të cilat nuk kanë kaluar pa u vënë re nga ndjekësit. Bora ka folur publikisht për këtë raport, duke prekur edhe një temë që ndjekësit e shumt mezi po e presin. Ajo mes të tjerash ka folur edhe për një dasëm, pasi u tha se do të jetë në fillim të vitit të ardhshëm. Unë nuk e shoh si një gjë kaq të rëndësishme se nuk më bën ndonjë ndryshim shumë të madh, e martuar apo e pamartuar me Donaldin. Ne jetojmë bashkë, shijojmë marrëdhënien tonë në të gjitha drejtimet, kështu që nuk është se do më ndryshonte diçka në raportin tonë një martesë, u shpreh ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.